Nëse nuk flini dot natën, ja se si të shpëtoni nga pagjumësia me këto ushqime. Mënyra se si ushqeni ka të bëjë edhe me cilësinë e gjumit, ndër dy produktet që ndikojnë në gjumin më të mirë dhe më të qetë janë bajamet dhe hurmat arabis. Sipas studimeve mjekësore, personat që hanë këto produkte janë 23% më pak të rrezikuar nga depresioni. Kjo i atribuohet aminoacidit triptofan që prodhon serotonin ose hormonin e lumturisë. Bajamet, arrat, farat e pishës janë ndërarorët më të mirë për të rezistuar plogështisë, emocioneve gjatë problemeve të përditshmërisë. Bajamet dhe hurmat përshpejtojnë metabolizmin me të paktën 10% dhe konsumi i tyre, sidomos në orët e vona, do ju ndihmojë për të patur një gjumë të thellë dhe komod. Gjithashtu është e rëndësishme që në dietën tuaj të përfshini edhe çajra qetësues siç është ai i bananes, i cili do t'japë rezultate fantastike për një gjumë të mirë, të thellë dhe pa probleme të cilat ju prishin cilësinë e tij.